أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falën dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu të jemi falendërues për begatin e udhëzimit, atij i drejtohemi me lavdrim, sepse është i vetmi që meriton një gjë të tillë. Ai është posëduesi i sifateve dhe karakteristikave dhe vetive absolute që nuk i posëdon askush tjetër. Ai është krijuesi i çdo gjëje, krijuesi i njerëzve, krijuesi i gjinëve, krijuesi i melajkeve dhe tokës e qiejve dhe krijuesi i arshit të madh. Ai meriton lavdrimin, e meriton madhrimin dhe është i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. E ne vazhdimisht duhet t'ja përkujtojmë vetes tonë mirësitë që Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë, sepse ai që nuk i kujton mirësitë e Allahut fuqiplot dhe nuk e falenderon Allahun për këto mirësi dhe begati, atëherë është frika që Allahu t'ja marr dhe ato t'ja dërgoj dikujt tjetër. Një begati më ta largu Allahu Azza wa Jall, njëri më njëherë e ninë të farë mungesën, më njëherë edhe i do këtë thush se pale qka e ka gjetë. Do të thotë thjesht mësohet njëri me një telefon, mësohet me ta, që ato më ta marë Allah Azza wa Jall, i do këtë jeta, do thotë e mangët e zbrazët. E le më folë për begatimat të mëdhaja që janë begatin e shëndetit, më ta marë Allah Azza wa Jall, që atëherë njëri të kujtohet se në çfarë gjendje të mirë ka qenë sa ka qenë i shëndosh. Edhe zakonisht ata që goditen edhe sprovohen me smundje, pastaj kur i zgat smundja disa kohë, kanjëherë nuk janë në gjendje me e paramendu jetën qysh është më kënë pas smundje. Dhe e llogarisin sikur se kanë me qenë gjithë me qatë smundje. Ama ajo është për kujtim për Allahut Azza wa Jall se sa shtrenjta janë begatit e mirësit. Ashtu do më thënë është begatia dhe e familjes, begatia e shoqërisë, begatia e rrethit ku jetojmë, begatia pasurisë, begatia do thotë çdo begati tjetër. Po kulmi i gjitha këtyre është udhëzimi në rrugën e drejtë. Sepse çdo begati e dunjas ajo përfundon. Do të përfundoj me vdekjen ose me shkatrimin e dunjas. Do të përfundojnë dhe do t'ju kaloj afatit gjithave. Ndërsa e vetmja është udhëzimi pra që do t'i zgjat njeriut edhe në botën tjetër. Do t'i mbetet, thotë kjo begati apo ato farë shenjat e saj, mbetjet e saj edhe në botën tjetër do të vazhdojnë. E përcjellin njeriun në botën e varrit, pastaj në ditën e Kiametit, pastaj duke kaluar në siratit edhe pasi të hyjnë në xhenet, dhe në vazhdimsi e përcjell kjo mirësi. Prandaj është mirësia ma madhe për cilën do të me falëndëru Allahun Azza wa Jall mëngjes e mbrëmje, sa herë që t'i kujtohet njeriu, do thotë sa herë ta sheh dikon në një gjendje të devijimit, në një gjendje të humbjes, apo dëgjon apo lexon për dikon në gjendje të tillë, gjithmonë do të me falëndëru Allahun fuqiplot që neves ne ka bë në pozita të tilla. Për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu
e sheh, domethënë një njeri me tmeta, është që me falendëru Allahun Azza wa Jall. Elhamdulillahi alladhi lam yabtalini bima ibtalah. Ose elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalah. Falënderimi i takon Allahut, i cili mu më ka shpëtu prej kësaj sprove që ja ka dhënë këtij. Do të thotë jemi të fol për suazat të anës fizike, të cilat kufizohen me këtë botë, kurse udhëzimi është i suazave i një dimensioni, do thotë më të gjerë, që përfshin në ahiretin. Prandaj njeri kur e sheh, do thotë dikon në rrugë të gabuar, duhet me falendëru Allahun Azza wa Jall. Me falendëru që na ka udhëzu edhe nuk na ka sprovu me gjendje të tilla. Ka njëherë do thotë shohim njerëz që kanë, edhe historia na tregon për njerëz të tillë, do thotë që kanë pas punë të mëdha në aspektin e jashtëm, kanë pas, do thotë, adhurime të shumta, mirë po të gjitha i kanë pas në rrugën e gabuar. E kur njeri është në rrugën e gabuar, sado që të punoj, ajo nuk jep fryte, ajo nuk i bën dobi. Sikur me marr dikush që nuk ka streh, pra një i varfër, edhe me marr me ndërtu një shtëpi. Edhe kur arrin e përfundon një qëtë kulmin, e sheh që ka kon të ndërtu qatë shtëpi në aborrin e huj. Edhe ma ati nuk i vlen, nuk mujna me thënë që valla ky e ka ndërtu shtëpin, tash mundet me ustrehu. Sepse ai në aborrin e vet nuk ka shtëpi hala, ai aborr është i tjetër kuj. Edhe do thotë si shembulli është janë ata persona të cilat e kanë gabuar rrugën. Për ato shumë më rëndësi do thotë që njëri fillimisht me gjetë rrugën e drejtë dhe pastaj në çat rrugë me punu edhe me do thotë me ndërtu ahiretin e tij. E çush e din njeriu nëse e ka gjetë rrugën? Pra çush e dim se duaja ihdinas siratal mustaqim na është pranu? Nëse është në përputhje me pjesën e tjetër pra të ajetit, në ajetin tjetër. Siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët i ke begatu o Zot. Pastaj e kemi në një ajet tjetër kuranor, ku Allah Azza wa Jall i përmend se kush janë këta. Fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alejhim, pra fol Allahu Azza wa Jall për njerëzit që i frikohen Allahut fuqiplot, se me kanë do t'jenë botën tjetër. Thot këta do t'jenë me grupin që Allahu e ka begatu. Ma alladhina an'ama Allahu alejhim, i ka begatu. Min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Pra grupat të cilët Allah Azza wa Jall i ka begatu, pejgamberët, siddiqët, shahidët edhe njerëzit e mbarë. Nëse e gjen vetën njeri në rrugën e tyre, atëherë është, do thotë, i shpëtuar. Po çush me dita jemi në rrugën e tyre, atëherë e marrëm, do thotë, sikur njeri kur të mat diçka në një kanar, atëherë do të me pas objektin ose gjën që po don me mat, në anën tjetër kundërpeshën. Ti nuk mundesh me ditë që kjo gota ka 1 kg gjys kile, nëse nuk e keni kundërpesh kënej që e ka 1 kg ose gjys kile. Edhe vendos gjysmë kilogram në anën e majt pra atë kundërpeshën, pastaj e vendos sanin që po don me mat, nëse vinë baraz, atëherë janë të barabartë. Nëse anon më shumë ose më pak, e dim që janë të barabartë. Çashtu do thotë edhe ne mundemi me mat veten tonë. Në anën tjetër e vendosim brezat e mbar, njerëzit që kanë ndjek rrugën e pejgamberëve, njerëzit që pra janë eduku prej pejgamberëve, pra sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj nxënësit e sahabëve, pastaj nxënësit e nxënësve të sahabëve, këto 3 gjenerata që vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lavdru. Dhe në anën tjetër pastaj vendosim veten tonë. A jemi në parimet e tënve, a jemi në rrugën e tënve, a jemi diçka në kundërshtim me ato mësimet e tënve. Nëse nuk përputhemi diçka, atëherë jemi gabim. E nëse përputhemi do thotë me mësimet e tënve, atëherë jemi mirë.
Pra, kjo është do thot me rëndësi që njeriu mos ta çoj dëm kohën e tij, energjinë e tij, mundin e tij duke punuar në oborrin e huj. Por le ta gjej njerë aborrin e vet, rrugën e vet cilën duhet me ndjek, pastaj le ta ndërtoj në atë rrugë, le ta ndërtoj do thot ahiretin e tij dhe vendin e tij në botën tjetër. Po si gjithmonë këto parime pra dhe për me njoft ata që kanë qenë rrugën e drejtë, duhet fillimisht me mësu për jetën e tyre, edhe për atë i pari për cilin mësohet, i cili është kryesuesi i rrugës, pra është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për jetës e të cilit ne marrëm mësime dhe mundohemi që ato mësime me i kuptua, pastaj me i praktiku në jetën tonë. Në vazhdim, kur jemi duke folë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në takimin e kaluam kemi folë se qysh pejgamberi alaihi salam u ballafaqu me fisin Hawazin në vendin e quajtur Hunain dhe u zhvillu betejë e quajtur Hunain, nga cila nxorëm do thot një mësim të rëndësishëm që për cilët brez pas brezi deri në ditën e Kiametit. Ai mësim është që njeriu duhet mu mbështet vetëm në Allahun azza wa jall, jo mu mbështet në forcat e veta, as në forcat e dikujt tjetër, as në numrin e madh, as në kurrë hiç. Po duhet mu mbështet në Allahun azza wa jall. Me realizu sebepat e mundshme dhe të lejueshme, pastaj mu mbështet te Allahu fuqiplot. Sepse e pa realizimin e sebepave, atëherë bën gjuna o mëkat, sepse Allahu na ka urdhëruar të i realizojmë sebepet. Dhe kur musliman do thot filluan me e pëlqy numrin e tyre të madh që ishin, atëherë ja nisën me pësu disfat. Derisa do thot u kfillën nga ajo goditje që ju erdh dhe u tubuan afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atëherë Allahu ja u dha fitoren. Kjo është mësim do thot për çdo shoqëri islame për gjatë historisë. Nuk ka mundësi Allahu fuqiplot për na sjell fitoren për pa u tubu rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithse pejgamberi alayhis salam ka vdek, suneti i tij jeton. Suneti i tij, mësimet e tij, rruga e tij jeton. E nëse dojmë do thotë Allahu fuqiplot më na sjell fitoren, atë do të mu ofru afër sunetit të tij. Ndërsa duke ndjek secili atë rrugën e vet, atë drejtimin e vet dhe një ideologji të shpikur nga të tjerë, ashtu nuk arrihet bashkimi dhe fitoria e muslimanëve. Ashtu ndodh vetëm përçarja dhe dobësimi i muslimanëve, sikurse që po jetojmë në këtë ditë të sotit. Pas asaj që ndodhi në betejën e Hunenit, e kemi përmend se një grup i fisit Hawazin që do të shpëtoi ende gjallë me në krye do të komandantin e tyre Malik ibn Auf an-Nasri, ata u drejtuan ka Taifi që do të mbrohen dhe të hynë brenda qytetit të Taifit për të mbrojtur prej muslimanëve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pejgamberi alaihi salam pasi erdhi lajmi do thotë se ata ishin strehu në Taif, vazhdoi me ushtrinë e tij që me ndjek dhe me u shku pas. Dhe do thotë në muajin, pra në fund të muajit Shawwal të vitit të 8 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në Taif dhe në atë pjesën e përparme të ushtrisë së tij e vendos Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu dhe marshon drejt Taifit. Gjatë rrugës për në Taif, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u tregon muslimanëve një, me thënë kushtimisht, një kuriozitet ose një gjë interesante. Duke kalu rrugës, ju thot pejgamberi alayhi salam, sahabët thot hadha qabru Abi Rigal wa huwa Abu Thaqif. Thot ky është varri i Abu Rigalit. Rigal. E thot ky është baba i fisit Thaqif.
Domethënë ai paraardhësi i hershëm i fisit Thaqif. E fisi Thaqif janë banorët e Taifit. Thot wa kana min Thamud. Pra ka qenë nga fisi Thamud, fisi i cilit pejgamber? Pejgamberit Salih. Pra, do të thotë Thamudi ka qenë populli i Salihut. E ky Abu Righal u kon pjesë e Thamudit. Thot kana fi haramillahi famana'ahu haramullahi min adhabillah. Thot përderisa ka qenë brenda haremit, pra brenda qytetit të Mekës, brenda tokës së shenjtruar të Allahut Azza wa Jall, kjo thot e ka pengu që mi ardhë dënimi, sepse Allahu fuqiplot e ka shenjtruar tokë. Edhe nuk ka desh dhe thot me dënu brenda haremit Mekës. Thot falamma kharaja minhu asabethu an-niqmatu allati asabat qawmahu bi hadha al-makan. Thot masi pa dal pej vendit të shenjt, i patar ndëshkimi çashtu qysh i kish ardhur popullit të vet. Pra popullit të Salihut, popullit Thamud dhe vdiqët në çet vend. Edhe aty thot u vendos wa ayatu dhalika annahu dufina ma'ahu ghusnun min dhahab. E thot si argument e keni se bashkë me ta e kanë do të thotë në varrin e tij ja kanë lënë një farë dege të artë. Një lloj dege e bën prej ari. Dhe thot in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma'ahu. Nëse e qelni varrin, thot keni me gjet brenda tij këtë degë të artë. Dhe janë nisur dhe thot njerëzit më një herë disa pej atyre që ishin prezent, shkojnë më një herë kapin edhe e zhvarrosin dhe e gjojnë me të vërtetë do thot degën e artë që ja u përshkroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra aty ka qenë ky person i cili dihet do thot i kanë bërë zullum pra pejgamberit të Allahut Salihut alaihi salam, të cilit Allah Azza wa Jall paramendoja ka shumë mrekulli devën e cila ka dalë prej guri. Do thot ka lyp çat mrekulli e kanë lypë çat mrekulli Allah Azza wa Jall ja u ka çu për me u dëshmu do thot pejgamberin e Salihut alayhis salam. Po megjithatë nuk e kanë respektu, sepse Allahu fuqiplot i ka urdhëruar që me lën devën me kullot në tokën e Allahut Azza wa Jall. Edhe ajo ka pas vendin e veçantë ku ka pi ujë. Dhe këta do thot kanë bërë zullum, kanë shku e kanë e kanë therr këtë deve, e kanë vrarë këtë deve, edhe për shkak të përbuzjes së mirësisë së Allahut Azza wa Jall, që u çoi këtë argument, Allahu fuqiplot pastaj i dënoi për shkak të kufrit të tyre. Kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur arriti në Taif, u ofru afër kështjellës së Taifit dhe aty do të thotë zoni vend ushtria e bën kampin e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që me e rrethu kështjellën e fisit Taif. Në këtë mënyrë do të thotë që me i detyru ata me dal prej kështjellës. Në anën tjetër do thot fisi Thaqif u çon edhe e bën një sulm ndaj muslimanëve, do thot hypën diku në një pozitë të lartë dhe pe atje ja nisën mi gjujt muslimanët me shigjeta dhe me shtiza, me gur, do thot një rrebesh të madh shtizash saqë u goditën e u plagosën shumë prej muslimanëve. Kështu që u detyru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë kampin e tij me e largu prej atje ku ish, me e çu matutje aty ku tash është vendi i xhamisë së Taifit, pra ku shkon me vizitu Taifin, është një xhami që quhet Xhamia Taifit. E që aty do thotë është vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij pasi që është largu prej kështjellës së Taifit. Me veti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim, pra e ka pas edhe bashortën e tij Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Dhe në ditë kur hyn
do gjatë atyre ditëve hyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brenda tendës ku ish Salama, bashkë me ta ish vllai i vet Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Dhe me ta ishte një person do thot një person muhannath. Muhannath i thënë atij personit që në zhvillimin e tij nuk është komplet, domethënë mashkull, po as femër. Pra ka sifate edhe të femrës, edhe të mashkullit. Dhe rastet e tilla kur s'u di çka është, pastaj kanë hyrë domethënë edhe te mashkujt edhe te femrat. Ky person e ka pas emrin Hita, domethënë po kuptohet se nuk ka qenë prej arabëve, pasi që tek arabët kësi emrin nuk ka pas. Dhe kur hyn aty, ky e bën një farë mohabeti me vllaun e Salames, i thot: "Ja Abdallah, in fataha Allahu alaykum at-Taif ghadan fa alayka bi ibnati Ghailan." Thot, nëse Allah azza jalla u mundson me çliru Taifin nesër, atëherë thot merre të bien e Gailanit. Të bien e Gailanit. E bia e Gailanit, pse do thot ja ka propozu të bien e Gailanit, thot fa innaha tuqbilu bi 4 wa tudbiru bi 8. Thot sepse ajo përpara i ka 4 e mbrapa i ka 8. Çka është fjala? Don kur e kanë komentuar këtë dietar, kanë thënë ajo ka qenë një grua, një do thot një personi me nam, me emër, i cili ka qenë i pasur dhe ka jetuar një jetë të bëllëkshme. Edhe për atë ka qenë e shëndosh shumë. Qatë sa, si pas përshkrimi këtu që ka ardhë, tuqbilu bi 4 wa tudbiru bi 8, ato tulat e trupit për para ju kanë bo, që me thënë, 4 tula, e për mrapa tani që ata 4 ju kanë dë 8. E tek arabët ka qenë, do thotë, rrallë me pas gratë të shëndosha. Dhe për atë, edhe i kanë pëlqy gratë të shëndosha. E ky ja propozojnë, thot, mos, do thot, nëse Allah azza jalla u çliron Taifin, merret të bien e Gailanit. Do thonë si jesire që i kanë marrë atëherë. E kur ja dëgjon këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot la yadkhulanna haula'i alaykum. I thot Salamas, thot mos gaboni mi leju këta me hy tek ju. Thot fjala është për persona të tillë që çka përmendëm, do thot për shkak të sifateve të tënve i kanë lënë atë me hyrje te gratë, aty ku ka pas gra. E pe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos i lejoni këta me hyrje tek ju. Se kur vjen do thot në atë pikë që i përshkruan gratë e huaja dhe do thot i shfaq bukuritë e grave të huaja tek të tjerët, atëherë kjo sheratikisht domethënë nuk është e lejuar. Prandaj njeriu do të më pas kujdes, edhe meshkujt edhe femrat. Do thot femrat me pas kujdes mos me marrmi përshkru gratë e huaja në pranit burrit vet, ose të vllaut vet, ose të dikujt tjetër, sepse kjo pastaj mund të më shkaktu fitne, më shkaktu të lashe. E nëse është njeri i tillë, i cili i çet mohabetet jashtë, domethënë është një femër, një grua e cila i çet mohabetet kështu jashtë, atëherë asaj duhet më ndalu hyrjen për me rujt nderin e familjes. Duhet më ndalu, domethënë nëse është as njëri që i përshkruan thot gruaja filanit i ka flokë çështu, syt çështu, ngjyrën e trupit kështu, atëherë ato s'do të më leju më të hyjnë familje hiç. Sepse ajo shkakton do të fitnë tek njerëzit e tjerë. Kur ndodhi do thot kjo zbrapsje ose largimi i ushtrisë për shkak se nuk arrinin muslimanët me hyrje në kështjell, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori një strategji pak më ndryshe. Edhe mori një katapult,
kjo është domethënë hera parë kur është përdor katapulta në islam. Morë një katapult dhe me atë filloi me i sulmu kështjellën do thot kështjellën e fisit Thaqif. Si dhe rreth kështjellës i urdhëroi sahabët që me vendos gjemba. Me vendos do thot gjemba të cilat i kanë pengu njerëzit për me dalë shlirë pastaj prej kështjellës, me qarkullu domethënë prej kështjellës. Tregon Ebu Najih as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i patëm rrethu do thot kështjellën e Taifit, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve na nxiti për me do thot me sulmu tash me bën një sulm Taifit me shigjeta shtiza. Ana tha men balagha bi sahmin falahu darajatun fil janna. Kush e sjell një shtiz, ai thot e ka një shkallë më shumë në xhennet. Po një shtiz që e sjell e ka një shkallë më shumë në xhennet. Wa man rama bi sahmin fi sabilillahi azza wa jall fa huwa lahu adlu muharrar. Edhe ai që gjun me një shtiz në rrugt të Allahut fuqiplot e ka shpërblimin sikur se me liru një rob. Wa man shaba shaybatan fi sabilillahi kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Edhe ai që do thot i thinjet një çime në rrugt të Allahut azza wa jall, domethënë duke bë përpjekje në rrugt të Allahut fuqiplot, duke bë do thot luftë në rrugt të Allahut fuqiplot, atëherë thot kjo do t'i bëhet dritë në ditën e Kiametit. E fjala do thot dritë në ditën e Kiametit është gjatë ecjes në Sirat, kur do të jetë errësirë dhe njeri do të ketë dritë atësa, pra do të shoh atësa Allah azza wa jall do të jap dritë me veprat e tënde. Tregon vetë Ebu Najihu radiyallahu ta'ala anhu, thot atë ditë unë ja pata sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot ushtris ja pata sjell 16 shtiza. Ky çato ka mujt me bë, çato e ka bë. Nuk ka pas mundësi pra që me marr pjesë në luftë, se me sa po shihet domthon pej ngjarjes ka qenë i ri. Edhe s'ka qenë në radhët e atyre që ka posedu armë të tjera, po çka ka mujt me bë, mja u sjell shtizat. E çato ka bë. Pra ka shfrytzuar rastin që me ngrit shkallët e tij në xhennet. E kjo na jep një mësim që muslimani kur nuk duhet me nënvlerësuar një punë që i jepet, ose një punë që i vjen shansi me bë. Ka mund të qenë diçka shumë e thjeshtë, edhe njeriu e nënvlerëson, thotë ja, për çka kaq, thash kështu nisan më shumë se për çka kaq as po lodh në bile. Për shkak që ti neglizhimit pastaj Allah azza wa jall ja pamundson në punë më të mëdha çka mundet mi bë, ja pamundson mi bë. Sepse e ka nënvlerësuar një të vogël. E ka mundsi çajo vogla e fut njeriu në xhenet. Ebu Najih radiyallahu ta'ala anhu ka shfrytzuar çto. Çka mund të më bëj, çka bë. Nuk ka thënë, nuk ka kthyer me u bë lakmiçar shumë, edhe pastaj pe lakmis mos me arrit as të madhen as këtë vogla. Po ka vazhduar pra me të vogla. Kur vazhdoi sulmi i banorëve të Thaqifit, vazhdoi pe kështjellës tyre hala, do thot me shtiza shigjeta, dhe muslimani ju pa mundësu me u afru afër kështjellës, vendosen me shfrytzu një taktik të re, do thot me përdor një farmjeti që quhej debabe, e që në ditë sotit debabe i thënë, debabe, sot i thënë tenkës, tankut, në shtri i thënë debabe. I përngjan pak dhe më thënë asaj që kanë bërë sahabët atëherë. E kanë marrë një, do në kjo debabe ka qenë në formë të
e kepnë me lëkura të kafshëve, edhe ka qenë trash, kanë hyrë nër ta, janë pështjellë komplet me të disa persona, kanë hyrë nër ta që me deportu do thot afër kështjelës. Kur kanë gjujt armiqt me shtiza shigjeta, këtynve pra nuk ju ka bërë kur gjë. E ka lujt pra rolin e njëjtë tankut sot, gjuj me vesh me asi do thot armë të rana që ka janë, atëherë mundesh me dëmtu, kurse me armë të vogla sensu një bërë. Edhe kjo ka qenë do thot taktike atëherë e sahabeve radiallahu ta'ala anhum. Ama kur ofrohen afër kështjelës së Taifit me këtë taktik, atëherë armiku e përdor një taktik tjetër, edhe marrin do thot hekur të shkrir edhe pej nalt kështjelës jelshojnë. Dhe kjo jau dëmton fra atfar debabën apo tankun e lëkurës që kanë pas, dhe kështu që ajo fillon me ju grise, me ju shqy, dhe zbulohen pra sahabët që ishin aty, pastaj goditen pe armikut dhe disa prej tyre pra plagosin dhe largohen prej kështjelës. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzon edhe një taktik të presionit ndaj armikut dhe i urdhëron sahabët që me i pre ato far plantazhin e rrushit që kanë pas për rreth, me pre pra. Dhe kur e shohin fisi Thaqif, atëre do të i folin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thënë pse po na i prish pasuritë tona. Ose nëse ti fiton merri, le të jenë tuat, ose laj për hir të Allahut edhe për hir të lidhjes farefisnore që e ken. E kur ja bojnë do thotë këtë ofertë, ose jo ofertë po kërkesë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranon dhe thotë fa inni ad'uha lillahi warrahim. Thotë pelam veç për hir të Allahut edhe lidhje do thotë farefisnore që i kemi mes veti. Dhe nuk vazhdon me jau dëmtu pasurit edhe plantazhet e tyre që i kanë pasur. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me një taktik tjetër, në strategjinë e tij luftarake. Dhe e urdhëron dikon me thirrje me Zot madh që robrit të cilët dorëzohen dalin prej kështjellës, kur të vinë të na kanë me qenë të lirë, kanë me u llogarit të lirë. Dhe dalin prej kështjellës së Taifit 23 persona, të cilët kanë qenë robër. 23 veta robër dalin prej kështjellës së Taifit për me fitu lirinë e tyre. Mesin atyre që dalin ka qenë një sahabi me emrin Nufej ibn Mesruh. Edhe ky qysh zbret prej kështjellës e përdor një farë asi makara, që i thënë, do thotë që i kanë lëshu senet penaltit të poshtë, të një herë që kanë nxerr ujë pe bunarit me ta. Me që ato lëshohet të poshtë dhe kur zbret poshtë, kësaj që ti mjetit, arabisht i kanë thënë bekra. Kur zbret me që ato të poshtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë gjetë nofkën Ebu Bekra. A kjo do më thënë, është sahabi i njohur që ka transmetu kështë do hadithe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty do thot ata robër që zbresin, që dalin, e pranojnë islamin, bëhen musliman dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pranon do thot në mesin e ushtrisë muslimane dhe i llogarit të lirë. E masit ndodh pastaj pasit kryet lufta për çet Ebu Bekran radiallahu ta'ala anhu, vjen fisi, ata pjesëtarët e fisit Thaqif që më kanë zotrit këtina, se ky ka qenë robër, e i thënë na kthe Ebu Bekran, do thot këtë Nufejin, na kthe, se ka qenë robi joni. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë huwa taliqullahi wa taliqu rasulihi. Ajo është i amnistuar i Allahut dhe i amnistuar i pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Ebu Bekra bëhet pastaj shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë e shoqëron dhe i shërben për gjatë rrugës e për gjatë luftrave që ka pasur për gjatë jetës së tij. Pra e ka pas mundsinë pastaj që me transmetu hadithe të ndryshme pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
gjatë këtyre ditëve të rrethimit të Taifit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shfaqet një ëndër. I shfaqet një ëndër, edhe ja tregon atë ëndër Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Sepse Ebu Bekri ka qenë do thot prej burrave të mbar që Allah azza wa jalla ka begatuar me një do thot me urtësi që me i kuptu mesazhet e ëndrave. Nuk është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ditë me i komentu mesazhet e ëndrave, por ka desht edhe mendimin e Abu Bekrit me e kërku. Dhe i thot, ja Aba Bekr, inni ra'aytu anni uhdiyat li Ka'bah. Dhe të Abu Bekr, pash në ëndër që ma dhuroj dikush, ma dha pra dhurat një një kup të gjerë, të madhe. Kupat ato që i kanë shfrytzuar të njëherët për me pi lëngje, do thot ujë e gjëra tjera. Mamlu'atun zubdan, një kup të madhe e cila thot ish e mbushur me ajk. E mbushur me ajk. Fa naqaraha dikun fa haraqa ma fihi. E thot erdhi një knus edhe çokitin ta edhe e derdhi të tërën, do thot çka kishte ta. Edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i thot ma adhunnu an tudrika minhum yawmaka hadha ma turid. Thot i dërguari i Allahut, po mdoket që s'kena me mujt ose s'kemë mujt me e realizu atë çka po don gjatë këtyre ditëve me fisin Thaqif. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka ka qenë me shtime u dorëzu fisin Thaqif. Ama në bazë të kësaj ëndrës e kupton që Allah azza wa jall pja u çon një mesazh që nuk keni me arrit atë çka po doni, prandaj le të jetë kjo, do të thotë le të përfundoj ky rrethim. Çashtu njëjtë ja kthen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë wa ana la ara dhalik, thotë edhe unë çashtu do thotë po mendoj. Edhe kish disa ditë pra që e kishin rrethu Taifin, kështjellën e Taifit, edhe pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë nëpërmjet ëndrës i ardh një isharet që nuk do t'i mundsohet me çliru Taifin, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, nadi fi an-nasi inna qafiluna insha Allah. Thot dil thirr ndër njerëz se na nesër inshallah kena me u largu pe këtu. Kur ju vjen ky lajm muslimanëve që ishin prezent në atë ushtri, nuk ju vjen mirë. Nuk ju vjen mirë, ju vjen pak si rëndë dhe s'ju pëlqen. Thënë nadhhabu wala naftahuhu, thënë po largohemi hala pa çliru kështjellën. Ama kur e sheh kështu këtë insistim të tënve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot atëherë thot ughdu ala al-qital. Nëse po doni pra hini, sulmoni, bëjeni një sulm. Edhe çohen do thot ushtria muslimane, edhe mundohen me ja u bën një sulm tjetër kështjellës së Taifit, ama ata i gjujnë do thot njëjtë me i presin me shtiza shigjeta, edhe kohëgja për tënve për muslimane pra plagosen. Edhe kthehen i thënë ja Rasulullah, ahraqatna nibalu Thaqifin fad'u Allah alehim. Fënoj dërguari i Allahut, shigjetat e Thaqifit janë të na djeg, do thotë janë të na lënë venin. S'po mundja kur gjë më bë. Ana lutë Allahun azza wa jall kundra tyre. Pejgamberi alayhis salam i çon pra bën dua, thotë Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Do të Allah udhëzoje fisin Thaqif edhe sillnaj. Do në silli tek ne. Udhëzoje fisin Thaqif edhe silli tek ne. Edhe pastaj përsëdyti ju thot muslimanët, thot inna qafiluna ghadan insha Allah, thot nesër insha Allah kena me u largu pe këtu, edhe kur i nin domethën përsëdyti këtë fjalë çata të njëjtit që dje kishin thënë për çysh dora me shku pa çliru e tjera, sot kur i nin tash ato fjalë ja nisin mu gëzu, i ulin kryt, thënë ma mirë po kthehemi se s'paska do thot çlirim këtu.
Edhe kur I sheh pejgamberin sa në gjendje ashtu që e ulën kryte mo u pajton mu largu, do thotë buzëqesh me gjendjen e tyre. Andaj kjo është do thotë një mësim, kjo është një mësim për muslimanët që kanë herë edhe pse I do këtë dikoj një vendim I caktum I prisit, I do këtë jo I përshtatshëm, jo I qëllohëm e tjera, sheriatikisht do thotë njeri duhet t'i nënshtrohet prisit. Pa marrë parasysh a I pëlqeu as I pëlqeu. Duhet më nënshtru. Edhe pse ti mendon që pak më ndryshe do të më qenë situata ose vendimarrja. Sepse prisi si pris nuk ai do thotë ai pris që është pra ka parime të mirëfillta fetare, dhe është edukuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prisi si pris kur merr vendim nuk e merr pe kryes vet, e para. E dyta do thotë këshillohet, e treta si pris ai do të më pas dije të mjaftueshme për udhëheqjen e njerëzve. Edhe çajo dije vjen me një urtësi. Edhe kur të bëhen këto dyja, edhe dija, edhe urtësia, atëherë ai bëhet personi I duhur për me udhëheq. E vendimet e tilla e tij pastaj janë të përshtatshme edhe janë më afër urtësisë. Kështu që për atë masa do thotë duhet me ju nënshtru prisit. Edhe këtu do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I pa që po këmbgulin pra sahabët, edhe e dike që s'ka çlirim këtu, veç deshte më u dëshmu që përderisa Allah azza wa jalla ka thënë shenjë që s'ka çlirim, na mundohemi kot. Po mos I bëkeni çef, hajde çef përvone. Tani ju ra më keq se ta kishin ngu herën e parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin plagos për s'dyti. Ama jo na po dojna. Po hajde ta këqyrim çfarë po doni? Ja valla s'po mujkum. Po hezni në shtëpi se I thash një herë hezni në shtëpi. Andaj do thotë është e udhës që njerëzit musliman me dëgju prisin e tënve, sepse kjo ka bereqet në bashkim të fjalës së muslimanëve. Edhe ashtu ndodhi pra këtë dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall ja pranoi, nuk kalon shumë ditë, ma vonë do ta përmendim inshallah. Fisi Thaqif I vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si musliman të nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët kthehen prej Taifit. Taifi është në pjesën jugore të Mekës dhe kthimin pastaj kur e kanë bën nuk kanë shkuar nëpërmjet Mekës, po ana lindore e Mekës. Është një farë vendi që quhet Gjerana, çane kanë shkuar për me mrit tek vendi Hunain ku I kanë pasur të bum ato farë plaçkën e luftës që kanë marrë pe fisit Hawazin. Dhe gjatë rrugës duke kaluar nëpër Gjerana, I vjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një person që sa më thon para 8 vitesh e kish pas një ngjarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe vjen tek muslimanët, tek grupa muslimanëve dhe duke hyn nëpërmjet muslimanëve për me arrit deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që e shike pe muslimanëve, shme thon nuk jalçojshin rrugën kështu shlir. Po ka pak si më thoj za të bullizu në atë aspektin ti jo musliman, çka po vjen këtu në mesin e muslimanëve, çka po hin këni pari. Edhe me një farë forme I thëshin ilejke madhe të rid, largo, çka e të desh ti këtu. Dhe ai vazhdon rrugën e tij, I afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ishte ulur në një hypën mbi devën e tij, tregon thot kur I afrova, do t'ja pash kamën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo pjesa do thot nërgun që është pjesa e kërcirit, thot e pashtot më do sikurse koçani I pallmës së hurmës, se koçani mrena I pallmës së hurmës është I bardhë. Edhe çashtu ish I bardhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se që kama ati më do sikur I përngjajke bardhësisë së koçanit të pallmës.
Edhe ju afrova i thash ja Resulullah, hadha kitabuka li. Tash i dërguari i Allahut që shkresa jote që ma ki shkru atëre kër e kanë pasur ngjarjen në herën e parë. Kush po më mend që ka mujt më kon ky sahabiu? Një sahabi që ka pasur një ngjarje kur ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Mekës. Edhe që i kanë sharru kom të kalit në tokë tina. Dhe thot ka qenë Suraqah ibn Malik al-Ju'shum. Dhe vjen i thot ana Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Thot unë jam Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Ai thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot yawmu wafa'in wa birrin udnu. Thot kjo është ditë e mbajtjes së fjalës, ditë e mirësisë. Prandaj afrohu. Pse i thot është ditë e mbajtjes së fjalës, ditë e mirësisë? Se atëherë Suraka ka desh shka me do thot me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Abu Bakrin. Mirpo kur i ka pa ato far realitetin që pejgamberi është i ruajtur, u ndal edhe mos ka vazhdu me sulmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kur u kthyn Mekë, kret ku shkon të shkon çat an për me kërku pejgamberin alayhis salam, ky ka kthyn brapa. I ka thënë çet an, ka thënë kajte ku qyr fije për pas s'ka kërkush. Andaj kthej në shlirë. Ai ka kthy domethën armiqt. E për shkak që ka bëu që të mirë, pejgamberi sa më thot hadha yawmu wafa'in wa bir. Kjo është dita kur ne do ta mbajmë fjalën që ka shkruar shkresën, ka thënë kur triumfojna, hajde. Edhe ditë e mirësisë çysh nuk i bë mirë atëherë, nuk na më të bëj mirë sot, e thot afrohu. Edhe afrohet do thot Suraka bëhet musliman, e pranon Islamin dhe thot kur u bona musliman nuk dësha me pyet diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po s'disha të sumbike në mend në far pyetje, vëden mos më lën ç'ashtu thot, tash u bona muslimana kur gjë. Thot dësha çka më pyet, thot merrdi ç'ashtu në mend në pyetje, i thash ja Resulullah, ad-dallatu min al-ibli taghsha hiyadi wa qad mala'tuha li ibli hal li min ajrin fi an asqiyaha. Thot i dërguari i Allahut, nëse vjen një deve e humbur, që s'dihet e ku na është, edhe hyn në kopen time dhe i afrohet asaj atyve enëve burrave të mëdha që unë ku mush për devet e mia. Thot nëse jap ujun asaj, a kam sevap është problem? Po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse në çdo do thot në çdo mushkri të njëm që ti bësh sebeb me qenë njëm, ka shpërblim. Në çdo mushkri të njëm ka shpërblim. Edhe ky hadith do thot është një hadith i përgjithshëm që dietarët e kanë përdorur në shumë kapituj, që na jep një mësim do thot të madh se njëri për çka do qoftë që bëhet sebeb me jetu, atë ka sevap në ta. Edhe nëse s'është etia, edhe nëse është e gërsirë, edhe nëse është përveç ato do thotë çka që sheriati ka urdhëruar të vriten. Për shembull, gjarpri, i cili nuk është gjarpër i shtëpisë, për ato ka rregulla tjera, çani i tërbuar, pastaj akrepi, pastaj al-hid'a është një far shpendi që në shqip quhet huta. Nuk është huti, po huta. Kjo i përngjan më shumë të në skifterit e këtërme, po është domethënë kategori në veti. Do të ka disa kategori kafshësh që sheriati ka urdhëruar me i mbyt. E para ato pastaj do të me praktiku pra sheriatin. Kurse për të tjerat, për secilin që bëhet njëri sebeb që ajo me mbijetu dhe me vazhdu jetën, atëherë ka shpërblim te Allahu Azza wa Jall. Sepse Allahu fuqiplot i trajton robërit e tij çush ata i trajtojnë krijesat. Nëse ti tregohesh i mëshirshëm me një krijesë kur ajo ka nevojë, çashtu njëjtë Allahu Azza wa Jall ka më u treguar i mëshirshëm me ty kur ti ke nevojë. Nëse e bën të kundërtën, atëherë ka më të ardhe kundërta. Nëse bëhesh, do thot kushtimisht i vrasht edhe i pa shpirt ndaj atij që ka nevojë,
Allah azza jall pastaj nuk bën mëshirë mbi ty, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Të mëshirshmit i mëshiron mëshirploti. Andaj mëshirojeni ata që në tokë që t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Do thotë ka shumë hadithe të shumta në tekstet shariatike që aludojnë këtë kuptim të përgjithshëm. Pastaj që ka thënë në hadithin kutsi Allah azza wa jall, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Unë me robin tam jam çashtu që shtu mendon mu. Nëse e mendon Allahun azza wa jall edhe ki mendim të mirë për ta, se ai është mëshiruesi dhe ai fal gabimin, e fal mëkatin, çashtu ki më gjet. Por nëse e humb njeriu atëfar shpresën në Allahun azza wa jall, edhe mendon që Allahu fuqiplot ka me deviju, Allahu azza wa jall ka me ndëshkue, nuk ka me mëshiru e tjera, atë çashtu ka me gjet. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes që çfarë raporti, çfarë mendimi pu ka ndaj Allahut azza wa jall dhe çfarë raporti ka me krijesat e tjera. Sepse një raport jot me një vëlla tënd, me një krijesë që është më adopt se ti, qoftë me fëmijët, qoftë me bashortën, qoftë me këtë tjetër, mundet me të kushtu pastaj tek Allah azza wa jall. E gjithmonë dihet që kur gabon njeriu në falje, më mirë është me gabu në falje se sa me gabu në dënim. Më mirë gabohe falje dikon se sa me gabu me dënu dikon. Se kur gabon e dënon, atëherë i ke bë zullum. Ndërsa kur gabon dhe e fal, atëherë ajo është mirësi. Dhe Allah azza wa jall çush i trajton, do thotë çush i fal ti të tjerë, të falë aty. Edhe është edhe ajeti kuranor ku Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, që kena përmend tek rasti i Aishës, kur patën shpif për Aishën radiallahu ta'ala anha, dhe bashkë njëni që e përcolli shpifjen dhe bënit madhe ish i afërt i Abu Bekrit. Sikur se me thënë, me përhap shpifjen që i ka ndodhur çikës të hallës ose çikës tezës. Çashtu ishte e afërt lidhja. Dhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu masi zbriti pafajësia Aishës prej Allahut azza wa jall, Abu Bekri çka tha? Tha pasha Allahun, tha nuk kam i bë mirë. Nëse deri tash i shkon ty i bë mirë atij personit. Do thot i shkon duke ai ka pas kushtet e dobta, ty e marrit financiarisht. Ai thot po kur s'kam shpenzu për ta. Pastaj zbriti ajeti ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum, as po donin që Allah azza wa jall me ju fal juve. Aty Abu Bekri do thot u tërheq. Pra nëse ti se fal dikon, mos prit që Allah azza wa jall më të fal. Kjo do thot do të më qenë mësim për musliman. Dhe pasi ja bani këtë pyetje, pra Suraka radiallahu ta'ala anhu, i cili tashmë u bë musliman, u kthy tek populli vet dhe vazhdoi pra atfar sadakan e vet që e kishte, ja vazhdoi ja çojti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin pra ajo far periudha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani sulm kështjesës së Taifit dhe u kthy me urdhër pra prej Allahut azza wa jall. Dhe kur shkoi në Gjirana, aty pastaj e priste një sfidë tjetër. Sepse e gjitha ajo far plaçke luftës që i shmledh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhej me shpërndan mesin e muslimanëve. Qëndroi 13 ditë në Gjirana të prit me nda plaçkën e luftës, sepse kish shpresë që mos po vinë fisi Taif, fisi Hawazin të penduar me a kërku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atfar plaçkën e tyre dhe ndoshta bëhen musliman. Pra qëndroi 13 ditë në Mekë dhe kur e pa dohen që nuk po vinë, atëherë vendosi me nda plaçkën e luftës. E brenda kësaj procedurës së ndarjes së plaçkës së luftës ka dëngjarje shumë me rëndësi. Shumë me rëndësi që janë mësime të mëdha për muslimanët.
Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që na mundsoj ti përmendim edhe këto ngjarje dhe ti shpjegojmë dhe të marrim mësim prej tyre nëpërmjet të cilave shpresojmë që ta përmirësojmë vetveten tonë dhe shoqërinë tonë, po ashtu ti përmirësojmë familjet tona dhe pasardhësit tonë, duke lutur Allahun azza wa jall që na i fal mëkatet, ato që i bëm me dije pa dije, dhe duke lutur atë që na strehoj në ombrellën e tij, pra të na strehoj në hijen e tij në ditën e Kiametit, atë ditë kur nuk ka hije përveç hijes së tij, duke lutur që të na marrë shpirtin si musliman në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të na fusë në xhennetin e tij, veçanërisht në firdausin e lartë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ila Allah.